Do më ju pyet a jeni përdorus të inteligjencës artificiale, Emanuel? Po, natyrisht është e pamundshme mos me qenë përdorus i inteligjencës artificiale, sidomos në fillimit e saja, po flas për profesionin tim si gazetar, e përdorëm edhe në punën e përditshme, por edhe për gjëra tjera. Por nëse flasim për inteligjencën, është një temë shumë e gjerë dhe besoj që i ka të mira dhe të këqijat e veta. Ti e përdor? Unë e përdori për punë apo për punë. Nevojat tua për punë? Jo, për nevojat mia nuk e preferoj me përdor, edhe po mundona me nal veten për mos me ardh me përdor deri në atë pikë, por në aspektin e gazetarisë së punës përditshme po. Është lehtësim, them të drejtën, sa i përket punës që e bëjmë ne. Okej. Ndërsa për jetën e përditshme nuk e preferoj. Siç thonë në luftim me vetveten. Ende, por nuk e... Ala e të dëru. Antigon, ti e me profesion psikologe, nuk i prezentova, po besoj që publiku ju njeh gjithë. Po, me të thënë drejtën, nuk jom në farë përdoruse shumë e madhe AI, po nuk është që se përdori heq, ma dje po është një video princi anglis, të regojnë të qysh fëmijët e tyne nuk kanë telefona, edhe më boni pak me reflektu, thash, imagino qysh kanë me urrit ata prej gjeneratës vetë. Më dhënë në një botë ku gjithë kush është sot me telefon edhe me AI edhe me krejt teknologjin, që shërritën 2-3 fëmijë dikon të shkëputën prej telefonave, prej botës e internetit. Unë nuk po besoj që është e vërtet kjo që ka thënë princi. Në ashtave që tha, po më boni me reflektu, kështu që na po besoj gjithë jemi... Të më thonë apëshe është edhe e pa besushme me thonë se përdori. Resol? është e pa mundshme mos me përdor. Tani, kur po flasim për AI, kam përshtypjen që të gjithë në mend e kemi ChatGPT-n, të më thonë si rrugë, si derë për mes cilës ne e përdorim. Unë e përdorin 3 drejtime, po them se po i ndaj për 3 arsye. Një, për aspektet përgjithshme. Në qoftë se jam kurreshtar për diçka, filloj edhe kërkoj informacion. Po sepse Google-i nuk të jep rezultatet që të jep ChatGPT-ja. Do më thonë, për aspekte në qoftë se jam kurreshtar për ndonjë temë dhe du me u thellu ma shumë, sigurisht kërkoj dhe marr informacione, po nuk do më thonë që gjithçka që ma thot ChatGPT-ja me të parën e marr si të mirëqenë ose si variantin 100% besueshëm. Pra, megjithatë duhet me pas edhe konsideroj se e kam një farë qasje kritike. E para, e dyta, e përdori edhe në pjesën e leksioneve ose ligjeratave me studentët. Për shembull, për temat ndryshme, lanë ndryshme, ne përgatisim slajdet ndryshme, përgatisim ligjerata dhe tash, vit pas viti, neve na duhet t'i rishikojmë.